رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e njëpasnjëshme që Allahu Azza wa Jall i prezanton pranë robëve të tij. Dhe siç thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse përpiqeni vetëm të numëroni begatitë dhe mirësitë e Allahut Azza wa Jall, s'keni mundësi që ata të numëroni dhe të dilni deri në fund. Vetëm se sa dolëm prej muajit të shenjtë të Ramazanit, me njëherë Allahu Azza wa Jall na i prezanton një mirësi të madhe, ku Allahu Azza wa Jall në këtë muaj të shenjtë e bëri obligim dhe shtill të Islamin kryerjen e haxhit. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, kur Ibrahimi alayhis salam ndërtoi Ka'bën, Allahu Azza wa Jall i thot Ibrahimit alayhis salam, wa adhin fi nnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Thot Allahu Azza wa Jall Ibrahimit alayhis salam, pasi ndërtoi Ka'bën dhe thirrën njerëz që të kryjnë haxhin, do të përgjigjen njerëz që do të vinë prej çdo vendi të lartë, në kam dhe hibur, liyashhadu manafi'a lahum, që të prezantojnë begatit dhe mirësit e Allahut Azza wa Jall që i ka bën për to. Thot Abdullah ibn Abbasi, mirësit që Allahu Azza wa Jall i la në hax janë të dunjas dhe ahiretit. Të dunjas janë që përjetohen therrja e kurbaneve, tregtia që zhvillohet në ta, fitimi i dunjas, ndërsa i ahiretit është palqimi Allahut Azza wa Jall. Pra lejo të ndershëm, misafirët e Allahut janë haxhit dhe umregjit, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haxhiler dhe umregjit janë misafirët e Allahut. I ftoj Allahu Azza wa Jall ju përgjigjen dhe ju lutën Allahut Azza wa Jall, Allahu i ndëgjoj lutjet e tyre. Pra pas kësaj që Allahu Azza wa Jall ju drejtoi Ibrahimit alayhis salam, o ngrit Ibrahimi alayhis salam në kodrën më të afërt të Ka'bës, i quajtur Ebu Qubejs, dhe Ibrahimi alayhis salam ju drejtoi Allahut Azza wa Jall dhe i tha, zani im është i ul, si ka mundësi që zanin e Ibrahimit alayhis salam të ndëgjon çdo rob i Allahut Azza wa Jall prej skajt të botës.
thot Allahu Azza wa Jall, ja Ibrahim, ti ftoj dhe thiri njerëz që të kryjnë haxhin, ne jemi ata që e përcjellmi zonin tan. Atëre Ibrahimi a.s. e ngrit zonin dhe thot, ojo njerëz, Allahu Azza wa Jall ja ka obligu haxhin, pra përgjigj një thirrje sa Allahut Azza wa Jall në 4 anë të botës, dhe thot, dhe si transmetohen këtë transmetim, çdo krijesë e Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e boni ka dërt që të kryjnë haxhin, jo përgjigjen Allahut Azza wa Jall, duke qenë në shpinat e baballarëve të tyre, apo duke qenë në mitrat e nanave të tyre, lebejk Allahumme lebejk, të përgjigjem ti o Zot dhe vetëm ti të përgjigjem. Allahu Azza wa Jall gjithashtu na tregon Kurani Kerim, kur Ibrahimi a.s. një pjesë të familjes së tij e la në vendin e Qabës dhe u largu Ibrahimi a.s. e pastaj ju drejtu Allahut Azza wa Jall me këtë luqe, ku këtë luqe të Ibrahimit a.s. Allahu Azza wa Jall e ndëgjoj dhe Allahu Azza wa Jall na zbritin Kurani Kerim që të kuptojmë se përgjigja e haxhit dhe mallëngjimi për kryerjen e haxhit është një luqe e Ibrahimit a.s. që Allahu Azza wa Jall ja pranoi luqen Ibrahimit a.s. dhe i tha Allahut Azza wa Jall, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. O Zoti i Madh, një pjesë të familjes time e lash me një vend të shkret, ku nuk ka bim dhe kollosa në ta, e kam lënë pranë shtëpisë tonë të shenjtë. Rabbana liuqimu s-salah, i lash në këtë vend që të bojnë namaz, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, para të mallëngjoj zemrat e njerëzve për këtë vend. Dhe Allahu Azza wa Jall ja pranoi luqen Ibrahimit a.s. S'ka besimtar që ka besim në zemrën e tij, vetëm se mallëngjohet për këtë vend. Para të lejo të ndëshëm, gjithashtu transmetohet me një transmetim, kur disa musliman i përcjellën haxhi lert për në Qabe, u nal njëri nga ato dhe ja nisi me qajt, dhe i tha këtë fjalë, hadhi hasra, man inqata'ani min al-wusuli ila al-bayti, fa kayfa takunu hasra man inqata'ani al-wusuli ila rabbil bayti. Këtë ditë koj përcjellni haxhi lert për në vizitimin e Qabës, mallëngjohen dhe dëshpërohen zemrat tonë që s'po mujnë me arrit në këtë vend, si do qetë mallëngjimi dhe dëshpërimi në ditën ko nuk kemi mundësi ndoshta ta arrim të Zoti i Qabës. Lejo të ndëshëm, si mos mallëngjohet zemra e besimtarit për këtë vend, kurse Allahu Azza wa Jall kryerjen e haxhit e boni shtill të Islamit, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, boni el-islamu ala khamsin, Islami është ngrit në 5 shtilla, njëra nga shtillet e Islamit, njëra nga shtillet kryesore të Islamit është kryerja e haxhit. Gjithashtu transmetohet me hadith të vërtet se kryerja e haxhit është plotësim i imanit. Kryerja e haxhit është vepër më e dashur te Allahu Azza wa Jall pas imanit. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i thanë, ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur te Allahu? Tha besimin Allah. Tha pastaj, ja Rasulullah, cila është vepra që vijon? Tha gjihadi në rrugën e Allah. Tha cila është vepra pas gjihadit në rrugën e Allah? Tha kryerja e haxhit. Me një transmetim ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a keni dëshirë që t'rregoj për një lloj të gjihadit që nuk ka thera në ta? Gjihad në rrugën e Allahut Azza wa Jall, për çdo hap që e qet në këtë rrugë është afrim dhe ibadet tek Allahu Azza wa Jall. Gjihad që nuk ka thera në ta, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vizitimi Qabës, kryerja e haxhit është që i shlien gabimet dhe gjunat, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja ka yawmin waladathu ummuh. Ai që e kryen haxhin dhe në haxh nuk fol fjalë të ndita, nuk ban vepra të liga, kthehet nga haxhi i shlier i pastruar nga mëkatet, sikur atë ditë që ka lind,
Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el hajju yahdimu ma qableh, haji shlien të gjithë gabimet. Thot Ibn Hajar Asqalani, haji shlien mëkatet e mëdhaja dhe mëkatet e vogla. Pra lejo të ndërshëm, me një transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që viziton Ka'bën, sikur që të ketë gjunoje sa kura lecat e dunjas, sikur që të posedon mëkate dhe gjunoje sa kura lecat në sipërfaqen e tokës, apo sa ditët e dunjas, apo sa pikat e shiut, vetëm se Allahu Azza wa Jall ja shlien dhe ja fal gabimet e tij. Si mos përmallohemi për kryrjen e haxhit, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rruga e xhennetit është kryrja e haxhit. Thot pejgamberi Allahut, el hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Haxhi pranuar nuk ka shpërblim te Allahu Azza wa Jall diç tjetër, vetëm me xhennetin e Allahut. S'ka çmim që e shpërblen haxhin, vetëm që xhenneti i Allahut Azza wa Jall. Kjo ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u baina al-hajji wal umrah, vazhdoni të krini haxhin dhe umrën një pas një, nga se haxhi dhe umra ja largon mëkatet dhe ja largon fukarallëkin, ashtu siç e largon zarmi drishkun nga dukati. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj njerëz janë garancë prej anës Allahut, që Allahu Azza wa Jall ja garanton xhennetin e tij. Ai që del prej shtëpis për të kri namazin në xhami, dhe ai që del prej shtëpis për të luftuar në rrugën e Allahut, dhe haxhiu që del prej shtëpis nuk del për diçka tjetër, vetëm për të vizituar vendin e shenjtë Ka'bën, për të vizituar dhe për të kri haxhin. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ghazi fi sabilillahi wal hajj wal muhtamir, luftëtari në rrugën e Allahut, haxhiu dhe umrexiu janë misafirët e Allahut. Thot Abdullah ibn Abbasi, si që kanë nxjerrë Imam Bejhaqiun sunenin e tij, sikur që Mekasit të dinë vlerën e haxhiut, sikur banorët e Mekas të dinë vlerën e haxhiut dhe umrexiut, do të dalin në skajt të Ka'bës, në skajt të Mekës, do t'i presin misafirët e Allahut dhe do t'i përqafojnë dhe mjetët e udhëtimit të tyre. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë pasuri dhe njëherë në 5 vite së paku nuk e viziton në këtë vend, do të jetë i privuar nga rahmeti Allahut. Pra atinve që Allahu i dha pasuri së paku të vizitojnë këtë vend në 5 vite njëherë, ka se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati që i kam dhënë shnet dhe i kam dhënë pasuri dhe nuk vend të më viziton së paku njëherë në 5 vite, do të jetë i privuar. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ahalla muhillun qat wala kabbara mukabbirun qat illa bushir. Nuk thot një haxhi, labejk Allahumma labejk, labejk la sharika laka labejk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, vetëm se përgëzohet, than të pranishmit, ja Rasulullah me çka përgëzohet? Përgëzohet me xhennet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm nëse i përgjigjesh Allah me fjalën labejk Allahumma labejk, ti e të përgjigj një Zot i madh, thirrjes tënde i përgjigjem, vi të vizitoj vendin e shenjtë, që të çoj në porosin tënde në vend, që të plotësoj imanin, që të kri shtillën e Islamit, vetëm se Allahu Azza wa Jall vetëm se Allahu Azza wa Jall e përgëzohet me xhennetin e Allahut. Këtë vend të vizitohet, ku pejgamberët e Allahut të porositën, që të përgatitin këtë vend për haxhiler, Ibrahimi a.s., Ismaili a.s., të gjithë pejgamberët e Allahut pastruan këtë vend, që për haxhiler misafirët e Allahut. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, wa tahir beiti lit-taifin wal-qaimin wal-ruk'i sujud. Pastroje këtë vend ja Ibrahim, për kënd ja Rab, për ata të cilët vinë të bojnë tavaf, për ata që vinë të bojnë namaz,
për ata që bojnë ruku dhe sejdë, të thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa idna ila Ibrahima wa Ismail an tahira baytiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud." Ja Ibrahim, ja Ismail, pastron e pregatit në këtë vend për misafirët e Allah, që vinë prej vendit të largët, të raskapitur të lodhër, që të krinë tavafin, që të bojnë namaz, që të bojnë ruku dhe sejdë. Vëllezër të ndershëm, si mos parmallohëm për këtë vend, kose vetëm di sende që thot Abdullah ibn Abasi, nuk ka pjesë të xhennetit në dunja, vetëm se Gorizi dhe Maqamu Ibrahim. Këto janë dy vende që i quajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yaqutatani min yaqutil janna, margarit prej margaritave të xhennetit në dunja, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu e fiku dritën e tyre, sikur që Allahu të kish lënë dritën e tyre, do të shkëlqente dhe do të ndriçonte lindjen dhe perëndimin. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur këto dy vende, sikur gorin e zi mos ta kishin përshëndet mushrikët e Mekës, nuk e përshëndette dhe nuk e prekte. Një njeri së muar vetëm do të shëronte. Vetëm thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gori zi do të ringjallën ditën e gjykimit, do të ketë si që shiqon, do të ketë gjuhë që flet, do të dëshmon për imanin dhe besimin e çdo kuj që e preku dhe e përshëndeti dhe vizitoj këtë vend. Gorizi a një pjesë e xhennetit që e pru Gjibrili a.s. Dhe thot Abdullah ibn Amr ibn Asi, gorizi është qelë prej xhennetit me anë të Gjibrilit a.s. Jeni në mirësi për derisa gorizi gjendet pranë jush. Pra shfrytëzoni rastin të vizitoni dhe të përshëndetni, të prekni gorin e zi para se të kthehet nga ky vend dhe të kthehet në vendin që ka ardhur. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gorizi kur zbriti prej xhennetit, ishte i bardh flak si bora, mëkatet dhe gjunat e bijve të Ademit janë ata që e nxinën gorin. Pra dhe gjithashtu mëkatet dhe gjunat na i nxin zemrat tona, ashtu si që nxi gori i zi, gori i bardh me gjunat dhe mëkatet e bijve të Ademit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri që e përshëndet gorin e zi dhe ruknul Yemen, sa që ta përshëndet edhe të preke ata, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shlien mëkatet bin sikur që bin gjethet në vjesht. Pra dhe ato ndërshëm, nuk është vizita në këtë vend vetëm turizëm, në këtë vend është pastrim prej mëkate, përgjigje Allahut azza wa jall, fitim i xhennetit dhe kënaqësisë së Allahut azza wa jall. Që thot Ibn Abasi, vetëm di elemente të xhennetit i kemi në tokë, Maqamu Ibrahim, vendi ku shkelën kom të Ibrahimit a.s. Kër ndërtoj Qabën, a pjesë prej pjesëve të xhennetit dhe gorizi që gjendet në këtë vend. Për atë lehet të ndërshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rukn al-maqam yaqutatani min yaqutil jannah, rukn wal maqam yaqutatani min yaqutil jannah. Gorizi dhe maqamu Ibrahim, vend qëndrimi Ibrahimit a.s. pjesë prej pjesëve të xhennetit, sikur që mos të kishin vizitu dhe mos të ishin sill mëkatarët, Allahu azza wa jall do t'i bajnë keshërim për çdo njeri të sëmur. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men tafa bi hadha al-bayti usbu'a fahsa, ai cili rrotullohet në qape 7 herë dhe i nënëmron këto 7 rrotullime, e ka shpërblimin të Allahu si me liru një rob. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e qet një hap, vetëm se i shlien gabimet dhe i shkruan sevape. Rrotullim rreth Ka'bës ibadet i madhërueshëm te Allahu azza wa jall. 7 rrotullime si me liru një rob pa dëllet të ndërshëm. Gjithashtu në këtë vend është një ujë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ard, ujë më i dobishëm, ujë më i mirë në sipërfaqen e tokës, ujë Zemzemit,
i cili sipas disa transmetimeve ka burimin nga xhenneti Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fi ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin, ke uji i cili është ushqim për të uriturin, ushqim për të uriturin, shërim për të sëmuarin. E pyet pejgamberi Allahut te Abu Dharr al-Ghifariun, ja Abu Dharr, 15 ditë dhe 15 natë si jetove në Qabe. Tha jetova ja Rasulullah, tha me ujë Zemzemi, tha pejgamberi Allahu, kja është ujë mubarak, ujë bereqetit, që Allahu Azza wa Jalla ka bon ujën e Zemzemit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zemzem lima shuriba lah, ujë Zemzemit është për çka të pijet. Thot mujahidi, ai që e pin me niyet për shërimit, do të shërohet me emrin Allah. Ai që e pin që të ngopet nga uria, tha do t'i largohet uria. Ai që e pin që t'i shuat eqja, do t'i shuat eqja. Ibn Khuzejman e pyetën dhe i thanë, ja Ibn Khuzejme, si arrite këtë shkallë të lartë të dituris. Tha me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cili është hadithi pejgamberit Allah, që tha pejgamberi Allahut, ma'u Zemzem lima shuriba lah, ojë Zemzemit vlen për çdo sen që pijet. Tha e bona një jetë që Allahu të më dhuron dituri të dobishme, Allahu Azza wa Jall më dhuroi. Gjithashtu transmetohet nga Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani, i cili thot, i lutë Allahu Azza wa Jall, kur pita gotën e ujit të Zemzemit, ju lutë Allahu që të më jep dhuturi si Imam Dhahabiu, e pastaj në haxhin e ditë, ju lutë Allahu Azza wa Jall që të më ban dietar më të madh se Imam Dhahabiu, ka të shpresoj dhe këtë pres. Edhe pse dietar kanë thonë se Ibn Hajar al-Asqalani ja ka të i kalu Imam Dhahabiut, Imam Suyuti, ta kur pita ujë Zemzemit, ju lutë Allahu që të më jep dituri të fikut, sikur dietar al-Bulqini, ndërsa në diturin e hadithit si Ibn Hajar al-Asqalani, dhe arriti Imam Suyuti, transmetohet Imam Shafiu i cili thot, kur pita ujë Zemzemit, ju lutë Allahu Azza wa Jall që kur të gjuaj të gjuj drejt, sa herë që gjun të Imam Shafiu, në 10 shigjeta 9 i qëllon të zgabonte. Pra leo të ndërshëm, derisa da transmeton Hakim Muhammed ibn Ali Tirmidhiu për babën e tij, i cili thot ishte në tawaf, kallaballëk i madh, dhe kisha nevojë që të urinoj. Tha mu kujtu hadithi pejgamberit Allah, ma'u Zemzem lima shuriba lah, ojë Zemzemit vlen për çka pijet. S'mujsha me dal prej tavafut, prej kallaballëkit të madh, kisha nevojë që të dal jashta atëre shkova, e pita ujë Zemzemi, e ktheva në tavaf, dhe gjeta vetën s'kisha nevojë që të dal jashtë. Pra leo të ndërshëm, dhe ata që e vizitojnë këtë vend, e shofin se sa të pinë për këti uji, s'kan nevojë që të urinojnë sikur që pinë prej ujave qerë. Ibn Qayyim, tha isha në haq, isha në Qabe, ose mural, o bona i lik, dhe nuk isha mjek e as ilaq. O kujtu hadithi pejgamberit Allah, ma'u Zemzem lima shuriba lah, e mora ujnë Zemzemit, e lexojs në Al-Fatiha në disa në ta, dhe pita, o sharova s'pata nevoj, as për mjek e as për ilaq. Këtë tha, e veprova dhe pas, sa ka qenë gjall Ibn Qayyimi. Pra leo të ndërshëm, në këtë vend, është ujë i bereqetshëm, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dallimi mes neve dhe munafikëve, nga se munafikët s'kan mundësi të ngopen të pinë ujë Zemzemi shumë. Dallimi mes muslimanit dhe besimtarit, a pirja ujë të Zemzemit shumë. Transmeton Dahak ibn Muzahim, i cili thot, të ngopësh me ujë Zemzemi, ujë Zemzemit e dëbon munafiklëkun nga zemra, munafiklëkun e largon ujë Zemzemit,
transmeton Wahab ibn Munabbih, i cili thot, pasha atë që shpirti Wahab ibn Munabbihit është në dorën e tij, nuk pin ujë zemzemi njeri dhe ngopët me ujë zemzemi, vetëm se ujë zemzemit e dëbon smunjen dhe zaventson me shërim dhe shnet. Pra të lejë të ndërshëm, kjo është një alamet prej alameteve që Allahu Azza wa Jall e bekoj këtë vend, e bekoj ushqimin, e bekoj pirjen në këtë vend. Abdullah ibn Mubareki, kur e kriju haxhin, e u drejtu Allahut me këtë fjalë dhe tha, transmeton Xhabiri, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma u zemzem lima shuriba lah, uji zemzemit vlen për çka të pijet, o Zoti i madh, me piket got uji zemzemi që të mashuan eqen ditën e gjikimit. Abdullah ibn Mubareki piti ujë që të shuat eqja në ditën e gjikimit. Pra Allahu të ndërshëm, si mos parmallomi për krirjen e këtij vendi, kurse Allahu Azza wa Jall kalon begati të mëdhaja në këtë vend. Transmeton Ahmed ibn Abdullah Sherifi, që lutë Allahut Azza wa Jall gjatë krirjes së haxhit, al kriu piu zemzem, ishte i verbër, ju lutë Allahut Azza wa Jall që Allahu të kthen shiqimin, ju kthi shiqimi Ahmed ibn Abdullahut dhe u realizu premtimi që paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ndërshëm prej shtillat e haxhit a qëndrimi në Arafat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall çdo ditë liron qafa nga zjarri i xhenemit. Nuk liron asnjë ditë më tepër se ditën e Arafatit. Allahu Azza wa Jall i afrohet robëve të vet, burrat me robët të vet, që qëndrojnë ditën e Arafatit dhe i thot melekëve, përse kanë ardhur këta njerëz në këtë vend, përse që qëndrojnë në këtë vend, ato i përgjigjen dhe i thojnë, janë ata që e shpresojnë rahmetin tënë, kanë frikë nga dënimi jot. Allahu Azza wa Jall i liron qafat e tyre nga zjarri i xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o lut për haxhilerët në përgjithësi, e në veçanti u lut pejgamberi Allahut për ata që i ruajnë flok gjatë krirjes së haxhit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamil muhalliqin, o Zot mëshiroj ata që i ruajnë kokën, i ruajnë qimet e flokës. Thot pejgamberi Allahut, për çdo qime që bjen në tokë, bin gjunat prej birit të Ademit. Dhe thot pejgamberi Allahut, o Zot mëshiroj ata që i ruajnë flokë. Than ja Rasulullah, dhe ata që i shkurtojnë. Dhe o Zot i madh mëshiroj ata që i ruajnë flokë. Than ja o i dërguari Allahut, dhe për ata që i shkurtojnë. Tha dhe për ata që i shkurtojnë pas 3 herës. 3 herë u lut pejgamberi Allahut për ata që i ruajnë flokë. Një herë u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që i shkurtojnë flokë. Lejo të ndërshëm, një namaz në qape vlera sa 100.000 namaze. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krirja një namazit në xhamin e pejgamberit Allahut është sa 1.000 namaze, ndërsa krirja një namazit në qape a sikon 100.000 namaze. Shumë të mira. Allahu Azza wa Jall është ai i cili premtoi dhe i la për haxhilerët, për ata të cilët e morin rrugën të jenë misafirët e Allahut, prej ditës kur dalin prej shtëpisë, janë misafirët e Allahut deri të kthehen në shtëpi. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu haxhin e haxhilerëve të pranon. Allahu Azza wa Jall rrugën që leçon. Lutim Allahun Azza wa Jall dhe ata që Allahu s'ja mundsoi këtë vit ta vizitojnë këtë vend, Allahu t'ja mundson në viteve të ardhshme. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi pranum
nuk ka për diç problem tjetër te Allahu Azza wa Jalla vetëm xhennet, cili është haxhi i pranuar. Kur konsiderohet haxhi i pranuar, haxhi për të qenë i pranuar te Allahu duhet t'i plotson kushtet. Kushti i parë i pranimit të haxhit apo me qenë haxhi i pranuar është pasuria që shkon atje të jetë halal. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i pastër dhe nuk e pranon vetëm të pastrin. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e ka nxjerr Imam Tabarani, kur niset haxhiu sa të nën kamën e tij në automjetin e tij dhe thot, lebejk Allahumma lebejk, të përgjigja ti o Zot. Allahu ja kthen dhe i thot, lebejke wa sa'dejk, dhe ne të përgjigjem ti o misafiri im, dhe të lumt pasurien halal, mjetin halal dhe haxhin e pranum. Dërsa i cili niset për në haxh me pasuri haram, ta porta ta nën kamën automjetin e tij, dhe ti thot Allahu Azza wa Jall, lebejk Allahumma lebejk, Allahu i përgjigjet dhe thot, la lebejke wa la sa'dejk, ne nuk të përgjigjemi ti dhe kur mos qofsh i lumtur. Pasurin haram, mjetin haram dhe haxhin jo të pranum. Për ata thot një poet, idha hajjajte bimalin asluhu suhto, fema hajjajte walakin hajjatil iro. Nëse shkon haxh me pasuri haram, vërtet ti si e bo haxhi dhe se ke kri haxhin, mirë po mjeti apo devja e ka kri haxhin. La yaqbalu Allahu illa kulle tayyibatin. Allahu Azza wa Jall nuk e pranon vetëm të pasrin, ma kullu men hajje bejt Allahi mabruro, dhe së çdo kush që e ka vizitu këtë vend ka haxh të pranum. E dita prej kushteve për me qenë haxhi pranuar të jetë për Allahun Azza wa Jall. Jo po shkoj haxhi vetëm që të më thalasin haxhi, po shkoj që Allahu Azza wa Jall të jetë i kënaqur me mu se i përgjigj një Allahut Azza wa Jall, po shkoj që të fitoj xhennetin Allahut, po e vizitoj këtë vend që Allahu Azza wa Jall të jetë i kënaqur me këtë vepër. Pa thot Allahu Azza wa Jall, men kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. Kush e don dunjan, ja japmi atë që dëshiron, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. E pastaj përfundimin e ka xhenem. Wa man arada al-akhirah wa sa'a sa'yaha wa huwa mu'min. Ai që ka për qëllim ahiretin, ai që ka për qëllim kënaqësinë e Allahut dhe përpjeket që të krijen haxhin sikur duhet dhe është besimtar, ulaike kana sa'yuhum mashkura. Këtyn është që Allahu Azza wa Jall mund një pagun. Pra do të ndërshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kreu haxhin e bante ke dua dhe thonte, Allahumma ij'alha hajjatan la riya fiha wala sum'a. O Zot, na mundso ta krim haxhin që nuk ka si e fajtësi në ta dhe krenari. Pra Allah të ndërshëm, ja ashtu njeri kur e pan ditën e Arafatit shumë haxhiler, ju drejtu Abdullah ibn Omerit dhe i tha, sa shumë haxhiler si vjet. Jo këthi Abdullah ibn Omeri dhe tha, sa pak haxhiler po i shof këtë vjet. Fudejf Shurej, Qadi Shurej thot, el hajju qalil wa rukbanu kathir. Haxhiler për një me pak, turista shumë. Pra Allah të ndërshëm, mos jemi ne turista që shkojmë në këtë vend dhe i dhnojmë Allahun, të jemi nga ata që i përfillmi urdhët e Allahut. Pa transmetohet njëri i cili disa vjet e kreu haxhin në kom, e një natë prej natëve, nana e tij në shtrat i thot, o bir bema një gotuj, dhe ai menzi se ngritet prej shtratit i përgjigjet nanës, e pastaj masi ja afroi gotën, ol dhe po mendon dhe po thot, o ti njeri, sa haxhe i kreve në kom, pritove një got uj që afrojsh nanës tënde. Pra haxha që i ke kri në kom, paska s'kën qenë për Allah, nga se nëse ka qenë ajo ibadet,
a nuk është ibadet dhe ti përgjigjesh nanës tënde. Pra Allahu të ndërshëm, haxhul mabrur, haxhi pranum nuk është vetëm haxhi i cili formalisht krehet, vetëm ai i cili rrotullohet, vetëm ai që qëndron në Arafat apo del dhe në Mina. Haxhi pranuar është ai haxh që e kërkon kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, e kërkon pajtimin e Allahut Azza wa Jall. Kushti i tretë në të kryrjes së haxhit, mos të bësh gjunahe, po ti të bësh vepra të mira. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men hajja falam yarfud wa lam yafsuq, ai i cili e kryen haxhin dhe nuk fol fjalë të ndyta, nuk vepron vepra të liga, kjo është ai i cili kthehet sikur ditën kur ka lind pej barkut të nanës së tij. Pra Allahu të ndëshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el hajjul mabrur laysa lahu illa jazaa'un illa al janna. Haxhi pranuar nuk ka problem diç tjetër vetëm xhennet. Të pranishmit e pyetën pejgamberin Allahut dhe i than, cili është haxhi pranuar? Tha pejgamberi Allahut, it'amu ta'am, ata që japin qerve e ushqejnë, wa ifshau selam, dhe ata të cilët përhapin selamin, wa tajjibil kelam, dhe ata që folin fjalë të mira. Ashtu duhet t'i largohet mëkate dhe gjunave. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se haxhi pranuar është haxhi i cili nuk ka mëkate në ta. Dhe thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ai që e kryen haxhin, mos t'i afrohet grave në kohën e haxhit, mos të shaje, mos të ofendoje, mos të polemizoje në haxh. Ndërsa xhiler ton për fat keq, nikille dohan me veti në Arafat, për fat të keq, në kohën e Arafatit ku Allahu i ndëgjon luqet, ata ja krisin me vludit dhe qelimes, bidate dhe në vendin e shenjtë. Allahu Azza wa Jall, pra Allahu të ndërshëm, ka disa njerëz që i qet në Arafat dhe i privon nga mirësit në ditës Arafatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dua yaumul Arafah, duaja më me vlerë, duaja më e ndëgjuar, duaja në ditën e Arafatit, duaja më me vlerë, që kam thonë unë dhe pejgambert e Allahut. Shto tha pejgamberi Allahut, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndërsa ditën e Arafatit i shef disa në gjumë, i shef disa në muhabet, i shef disa në polemika, i shef disa në bidate, e të qëtë dhe në harame, në vendin ku Allahu Azza wa Jall i ndëgjon luqet, ku Allahu Azza wa Jall i pranon kërkesat e robëve të tij dhe i leron nga zjarri i xhenemit. Pra transmetohet nga Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, i cili me kazve ju drejtu dhe tha, a e dini kush ka banu në këtë vend? Fisi filanit, birit filanit. A dini përse Allahu i ka zgjesu dhe i ka dëbu për këtij vendi? Nga se i kanë shkel shenjtërit e këtij vendi, i kanë morë në përkom shenjtërit e këtij vendi. Pastaj tha Omer ibn Khattabi, pashallahu, të i baj 10 gjunohe në vende qera, është më e dashur të unë se ta baj 1 gjuna në këtë vend. Gjithashtu kushti i 5, që të jetë haxhi pranuar, të jetë haxhi në modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi Allahut e krinte haxhin dhe thonte, khudhu anni manasikakum, krini haxhin, merrni rregullat e haxhit prej meje, krini siç i ka kri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa norma mirë në përkom në vendin e haxhit, haxhiu 60 vjeçar, njerë në jetë e viziton këtë vend, sa norma lijen, sa bidate veprohen, për çka se haxhi nuk krijet modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lejo të ndërshëm, haxhi lerë që janë misafir të Allahut, Allahu Azza wa Jall i ndëgjon luqet e tyre. Pra transmetohet nga Khaytham ibn Abdurrahman, i cili thot, kur ta krini haxhin, lutnju Allahut Azza wa Jall që Allahu të begaton me xhennet. Transmeton Esmaju, i cili thot, e boni një luqe një ndacak, ju drejtu Allahut Azza wa Jall dhe i tha, Allahumma la temnani khajra ma indak
Bisuaj me indi, o Zot, mos më privon nga çmirat e tua për shkak të këshijave të mia. O Zot, mos më bën nga ato që nuk më dhuron të mirat e tua për shkak mëkateve gjunave të mia. E pastaj i tha Allahu Azza wa Jall, o Zot, nëse lodhjen time, raskapicën time, udhtimin tim, vizitën time nuk më pranove së pako, mos më privon nga sevapi musibetit për shkak mos pranimit të haxhit. Megjithatë, bujaria Allahut Azza wa Jall është e madhe. Fudail ibn Iyad i shiqoi njerëz ditën e Arafatit, i pa disa çajshin, kërë të lutshin, kërë të kërkoshin. Fudail ibn Iyad i tha, o jo njerëz, çka mendoni? Mu baskon këtë gjendje njerëzit tek dera një pasanikot, trokasin, qajnë, kërkojnë ka një dirhem. Ai që ka pasuni të madhe, ai kish privuan nga bujaria e tij, than jo. Tha pashallahu, Allahu është më bujar se pasanikët me dirhem, me mëshirën dhe rahmetin e tij. Pra Allahu të ndershëm, Allahu Azza wa Jall në i obligoi haxhin. Për ata tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gotën edhe krinë e haxhin, nga se nuk i dihet vitin e ardhshëm, ai e gjallë, nga se nuk i dihet vitin e ardhshëm, a ke shnet. Për ata tha krinë e haxhin sa më shpejt. Transmeton Omer ibn Khattabi, i cili thot, mblanifikosh dhe mendosha që të çoj njerëz të dërgoj, të shoh pasanikët, të cilët kanë pasuri dhe nuk e kri haxhin, edhe atinve që obligoj tatimin, si që obligoj krishterët dhe qifutët. E pastaj tha Omer ibn Khattabi, pashallahu, nuk janë musliman, ata që kanë mundësi me kri haxhin, edhe nuk e krin haxhin. Ali ibn Abi Talib thot, ai që ka mundësi ta krin haxhin dhe nuk e krin, nuk përjashtohet mundësia të vdes si qifut apo krishter. Ali ibn Abi Talib thot, ai që ka mundësi ta krin haxhin dhe nuk e krin, nuk përjashtohet mundësia të sprovohet në çastet e vdekjes të vdes si krishter apo qifut. Për ata ngutën e krirjen e haxhit, plotson e imanin, plotson e shtillën e islamit. Allahu Azza wa Jall ja pranoft haxhin, Allahu i ndëgjoft lutjet, Allahu Azza wa Jall i shpërblet të gjithë ata të cilët kanë marrë këtë rrugë, dhe Allahu ja kompenzoft atyre të cilët s'kan mundësi me të mira, siç Allahu Azza wa Jall premtoi në 10 ditët e Dhulhijhes, që veprat janë më me vlerë se sa dhe xhihadi në rrugën e Allahut, përpos atij njeri që del me pasuri dhe del me shpirt dhe me trup dhe nuk kthehet më në shtëpinë e tij. Allahu Azza wa Jall, lutim që Allahu të na mundësë sa në vazhdimisht të vizitojmë këtë vend. Mos na bëft Allahu të privuar nga ky vend. Allahu na mundësof që të shëtsrojmë agjiler në ditën e Arafatit. Na mundësof që t'i lutemi Allahu të zogjën me luqe që e pëlqenë më tepër Allahu. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu mëkatet tonë Allahu t'i falë, ibadetet tonë Allahu t'i pranon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.